unë në shpatullat e mia kam ndier sakrificën e policëve, si një polic, jam munduar për atë edukat dhe formim që kam marrë që të kem kompetencën sociale. Dhe t'jesh dhe njerëzor. Kjo është pra kompetenca sociale, se nuk e din. Termi kompetencë sociale do thotë ti punojësit tënd, atë atë varcin, mos ja shpërblesh, ose të paktën thuj au lodhe. Të paktën veja dorën në shpatull në një moment caktuar. Dhe qetësoje në një moment stresi. Kompetencën sociale nuk e kanë sot drejtuesit e policisë, që pra ta shohin atë që kanë poshtë varcin si një qenie njerëzore. Dhe kjo është një mangësi shumë e madhe dhe kjo është një ndër burimet më të mëdha të stresit. Ne duhet të marrim sa më shumë lajme nga ti. Ndonë se këtë labirint nuk e kemi ndërtuar për lajm. Në formë të përmbledhur 3 epokat e policisë rrugore ndër vite. 90, 2000, 2010, 2010 e deri sot 2026. Kush ka qenë më e frikshme dhe më e rrezikshme për të drejtuar policinë rrugore? Jo, shiko, policia rrugore ka diçka. Ndryshe nga policia shtetit, ka disa fragmente. Policia rrugore është diçka që është e përditshme, kushdo qoftë. Në çdo stratifikim të shoqërisë, domethënë që duke filluar nga punëtori më i thjeshtë deri tek në thojza Grand Tet, thot francezi, kokat e mëdhaja kanë të bëjnë me trafikun. Dhe policia rrugore është një polici që është e ekspozuar direkt. Pra në ndihmën në mbikëqyrjen e trafikut dhe kështu duke qenë gjithmonë në fokusin. Futja e teknologjisë policinë rrugore për momentin në këto vite? Si edhe teknologjia, celularet, videot policinë rrugore a e vendosin në një presion? Jo, le ta vendosin, por bile nëse policia është korrekt. Më mirë thua? Po jo, më mirë. Në çdo moment. Mbrojtur, a? Patjetër, edhe shikoj, nëse punojnë si policisë është korrekt, le ta filmojnë, le ta monitoruar. Nuk ka asnjë problem, am kupton. Pra, një polic që zbaton ligjin, ndaç ta filmojnë, ndaç ta përgjojnë, ke përgjithësi se është veprimi. Do ta marrë take it easy, domethënë, ta marrë çet. Jo, është veprimi më i thjeshtë, pra dikush të ketë frikë vetëm nëse ai bën shkelje të ligjit, e ke parasysh? Sakt. Pra, kurse le ta filmojnë. As frikë as rrezik nëse je i ndershëm e je i drejtë. Shiko, ai keni vënë re se për shembull, në Amerikë për me mbrojt policin kanë vendos kamerën në makinë, gjitha. Unë për shembull nuk do të kisha kalu shumë peripeci nëse do të kisha qenë filmuar. Gjatë kohës që unë kam bërë veprimet procedurale, pra krejt korrekt me ligjin. A keni ndjerë ndonjë moment i presionuar në ndonjë situatë që keni dëshirë ta ndani? Jo, unë kam qef presionin, pse? Sepse jam i programuar të punoj nën presion. Nëse nuk ka presion, unë nuk jo, është lloj, pra labirintet e mia duan presion që të futen në punë. Duhet vinë në nivel, po është e vërtetë sepse është lloj, unë vija nga forcat speciale. Dhe forcat speciale janë pikërisht të formuar dhe të përballuar presionin, të punojnë nën presion.